tanë, ti si thua, kanë gabime në krahasim me ne. Prindit tanë duan t'i varësh me kokë poshtë apo të themon se i kanë zi, jetën i kanë dërguar fëmijët në Angli, shkolli punonin ashtar për si vetën. Se si kanë mësuar fëmijët ta, ti shkollojnë e ti mësojnë me gjëra pozitive. Prindit tanë duan t'i varësh me kokë poshtë. Jo të gjithë, se kjo nuk për gjithë. Unë po flasë për ata prindër, o luga i sekund, unë po flasë për ata prindër që i kanë thonë, i thotë fëmijëve, shkoni merur me drogë, viti, prisni, për ata prindër po flasuna. Ta disë, unë s'po them për prindër në mi që i thotë djallit qaj me forcat e veta, po jo këta që i thonë në mi i vrit e pritë shoku, po kuptonë re? Do thosh ti, ata që merë me drogë sa me dimi ka mund, të merë nëre, vetëm as vrasi njës me leka, mikë se nuk vejtë, sa që e kosë të pritë. Oke, file. O jes, like e share, ju të gjithë për mega kosin, like e share. Edhe na mua, edhe na lungua i fjerit. Fjerakët janë, kanë treguar vetë të bëthi që janë njës, fitnika. Jo të gjithë ata që janë, shok. Ko këpëton janë burra, babazhanë, nuk janë burra. Ju e dili që kosi për fjerakët lëkokën, e kështu oti lungo, unë këti me dimi ja, mos po themo su merë me drogo, Allah, kush do të merë, po këta që vrasin njës me pages, pa u brigje, i personi që do në vrasin, këta janë të ushqis rop mund pjetë, se unë jam kundra atyre që të vrasin me pages, do me thëmë vrigje njës kot. A ta mbërë që pa gati... Vetëm mos saj tu se unë kam shumë femra, Allah, i lutem. Oke, oti lungo, oke, më rejlo. Oke, të shirë. Jo, këtë drejt. Nuk saj, ta disë, të garantoj. E të lullë njërë s'kapim atëre, herë 200, herë 300 që të hapin, a ju s'keni gjujtur, 2 lullë a ju s'keni gjujtur. Edhe 2 tërnafila a ju s'keni gjujtur edhe njërës, edhe 1 tërnafila a ju s'keni gjujtur njërës, ta kapim e 200, nuk e kapim do të varilja, s'kemi mundësi këto njërës, ta kapim e. Nuk e zumë do dhe njërës. Unë nuk e di, po unë po bete ta mua bete këtu, na, ti se kuptove kape tjetër, unë po thoja, ta me dini ke për prindi që ishen brapa fëmijët, pa e ditu si po ishen qatë o sot. Ata janë kriminele, shoko, po thot ishte, thot ishte shprejnë rëqi. Ta mbaroj. Po. Prindit, ble shpiti, mo kam blet 2 shpiti dhe 2 dyqane dhe kam edhe për prinderve. Po. Tani do të bëjnë punë në shkëun, hajtë të hapim shpirë që do të prindi mobilet, unë do të sketoj janë 2 qitë që shkoj se kanë në që shroset botës, a i sa kjo kur të zonë të të marrës, do të thënë, do të janë me qërë që parë 2 qitë në të shpisun të shpiroj, jo dhe kur të zonë të prindi mobilet e që ras. Po tani të shpirë përse, për të kanë në shpirë anë një kosë unë të rrismojë, unë s'kanë e duhe. Më do se kur kështë një më thosha unë ti, gjore dhe të lefun, kur kemi që kemë prona prindit të rrisirë dhe të kështu, tu betra duash, në momenti që ti baron duke bërgjek, dhe bine po që kemi ata se s'kam para ti pinat, se thonë s'kam e gjete zero, po të kise e ti, do gjonin ata, kur s'kje si i kundra së rrisirë dhe të liri, atë do s'ke qita, pa në në kjo, sot se gruja s'ka ke pa lek, u e s'ka do s'familje do s'pa lek, të vi kundra për zotish. Jo, vërtet është oti, ajo, që kjo është bot materialiste, bot interesi. Ta e di, pse vej këto vajzat e reja, këto po e thonë vetë, ne i doa borrat boca, thonë. Qa i boc ka miliarda lek, do marri këto barfajuke, për qa do ta marri barfajuke? Për qa syje? Do ta marri, do t'i fusjat mikun, e do ta flaki rrug pastaj. Për qa do ta marri një qës bilardier, do marri një qës pa buk shpi, për qa syje? Do ta marri, do knaqet, e do t'i thërë pasaj ik mana qaj terapi shumë. Një sekundë marova. O vla, me pa fjallë, i them ka pa kone, me këtë botë i ka ardhur, nuk të dojnë një të spate e ka familja, të duan për interes, e në si për bashkët interesi. Në momentin që ti s'kele, dhe familja të anë dërnë pse, kështu ka në kjo botë, sa unë e ka në se
200-300. Hiç gjë nuk bën shoku. Po hipën në Rinas, në aeroport e ikën për Kolumbi? Në këto vend botës po ti si zgjuar i gjithë me pak lek. Ti, ashtu vete po të kesh miq ikën e pa lekë shoku, po të kesh miq të fortë që vinë me ato. Ti je në Athinë edhe. Ha? U le dushe si e. Rinas to Athinë rriti. Po kokat gjithnjë rrin metropole. Sa super, sa bërta në Athinë Allah. Si është janë. A dhe në Athina ta thot kosi çfarë bën. Po vritëm me një tjetrin të gjithë. Sa su Allah. Po han kokën, jap gango unë, jo po si gango ti, jo po jap gango unë. Më kupton pa han kokën në një O qite, o quna, merdi i qena ka kjo gjojë me ka kose shumë i bukur. Si në tende ke unë topo vale dir që i fanë. Një fle 10 fansa. Se përke ti se granga travesto la merda. Do të ndjeki dhe në bas mutit, se s'po e kuptoj unë. Se merdi tu nga interneti, merdi nga ChatGPT. Do të po pate mi që nga qenje mirë. Ue, qa bet Allah. E kuptove me ka kosti. O, lungo. Tere dhe se shkuj në italisht unë. Gjokto. Che ti seguo fun che anche se devi andare la merda. Dove sei mio do dici che pur sei sto mut. Se tu vieni sposto do dici prap. Gjokto. E ora poi per sei tu. Gjokto. Che ti segue ovunque anche se devi attraversare la merda. Do të kaloj ka bad Allah. Miu ati lungo është Gjo, Miu ka drejt të lundroj një javë. Vetëm të lëvisi, reziston dhe në një javë. Po ka përmbytje një javë nuk mbytet, vetëm lundron, vetëm në tonë. Ata po lexoj këtu thamare. Dhe në New York ku ka rënë tërmet ose kur shpër përmbytje e ndjen Italin jashtë. Janë shumë të zgjuar Ai tempi vecchi di YouTube diceva un hater vale 10 fan. Do të thënë miu është shumë i rëndësishëm. Pjesë mirë në live-et e tua. Që është vërtet e bukur kjo. Inshallah ta ikin inshallah. Aje çamo ti lungo në fieri apo je kështu? Jo, unë jam katunar vlla. Jo, unë them jetë çam me origjinë. Jo jam çam vlla. Unë jam kristian ortodoks. Jo ma, nuk mirë, më rregull, po mund diçka. Bëj dallime. Jo. Bëj dallime. Nuk thash gjë, jo. Jo, ma. Unë jam vlla. 500 vjetar. Gjokto. Nga Topoja. E ke dju Topojën? Kur ka qenë ja tek histori 2 sekonda dhe folti. Kur ka qenë gjyshi ka pas terra tokat e Topojës. Gjyshi ka pas pin mes Topojës për amorje dhe hoxha. Kiste terra tokat që është zbër Topoja sot. Kiste ka sollen. Gjyshi me plakun ti me gjithë dhezit. Ja mori dhe ja ndau njerëzve. Se unë ka qenë vetë 5 fise Topoj. Tjertë janë të ardhur, unë kam qenë aty, vendas, që ta mbyllun, gjysime është vendas dem baba dem. Ti je fjerak pura. 500 vjetar mos më shumë vlla. Kur s'ka ekzistuar firi. Po, Gjokto. Po, Luciano ti lungo, a ngjaj me fjerak domethënë karakteri. Ta shpjegoj lungua. Ti tani po bën një analizë shumë bukur që ne se zgjidhim dot. Jo, nuk unë thjesht po të pyes. Ja ta bëj lungu analizën. Po ofendohet njëri mos ofendohet njëri këtu. Jo. Njëri vlla, se e ke djur që thonë mbajnë kosovarët, çamat, domethënë që këta këto raca. Por nuk është e vërtet. Këta janë njerëz ndryshe nga ne, mysheqarët e firit janë njerëz të butë se s'do thot ti si fort dhe emri zgjuar se mua. Mysheqarët, fjerakët, mysheqarët mbahen për njerëz të mirë dhe punëtor. Kështu, e kupton? Po, Nuk vite.
shuna me norma. Jo, thot njeri janë 100 vjet, po s'po them 100 apo 200, po them tirakët e vjetë kanë një punëtor të qetë që kanë punë e veta. Ti e tam apo jo? Una? Apo ka po? Jo. Unë jam me origjinë Athinas. E kam seriozisht. Jam me origjinë Athinas. Me origjinë greke. Greke di çfarë do të thotë? Indrizuar. Greka ka vënë romakët, ata quhen Helen. Helen do të thotë diell, njerëz të dritës. Tani pyetjes grekët nga se vinë? Grekët janë pronarët e Europës, edhe vetë fjali e Europës, emri i Europës është në gjuhën helene, në gjuhën greke. Ai këtë është historia. Tani këtu je gabim, pse do thuash tani? Do të them unë histori si Greqia nuk ka ekzistuar. Grekët janë ardhur nga Egipti, ka qenë fisë indianësh, fisë njerëz që po dalin nga mbaroi fasi me radhë. Ti thua tende nuk timen. Në Athinë në 1912 ka kom flitë shqip në parlamentin e Athinës, flitë gjuhë shqipe. Në trojët greke nga Athina e poshtë flitë shqip. Gjoqoti, edhe shqiptarët grekët kanë ardhur më vonë nga ishujt. U krijua Greqia, kriti Gjermania. Ore, një sekondë lungo se ky muhabet nuk mbaron zemra vetëm një sekondë. Ik pyet një historia në Kolumbi. Një sekondë po dëgjoj. Po të unë. Sparsia është edhe respekt kur ti fal mund të dëgjoj edhe unë flas. 2 minuta dua, unë nuk duam shumë. Pyet një historia në Kolumbi, historiana man. E i thoj, emri i Europës është emër Helen apo emër shqiptar? Përse doktoratura shqiptare kur vetë te doktor në Shqipëri lexote tabela kardiolog do thot doktor zemre, dermatolog do thot doktor zhure, psikolog psikologji, është greqisha. Pse flasim me tema grek? Meqense grek kanë ardhur aty ka thoj ti. Tani prit ta mbaroj, flasim me pas. Jo lungon. Historikisht është faktor me fakte që Greqia ka vjedhur ta mbaroj atë. E ka vjedhur historinë. Historia shqiptarëve është shtrëmtuar dhe shkruar sigurisht në grek, po grekët janë gjithë shqiptar. Këta e ka bërë fuqitë botërore, Gjermania, Franca, Anglia, Rusia ka shtrëmtuar historinë dhe e bën si deshën vetë. Më kupton? Edhe tani njihet Greqia si dielli demokracisë, po është komplet falso se këto i ka shtrëmtuar Anglia, Rusia, Franca, këto perandoritë e mëdha. Edhe e bën si u deshi trapi atyre. Deshe morën dhe Shqipërinë tërë, dhe deshe morën Kosovën, deshe morën Malezi, Shkodrën. Tani ti këtu mua, Greqia fitet Shqip, olla. Tani tallesh ti, po të vesh Greqi tani fitet Shqip. Na fitë flasi Shqip. Tani dëgjoj, ta shpjegoj unë. Dgjoj këtu. Unë po të vetëm një gjë. La 2 minuta dhe fol 5. Dgjoj këtu. 2 minuta do të dom shumë, dgjoj këtu. Grekët kanë pasur histori 500.000 vjet përpara 12 perëndive. 12 perëndit janë 250.000 vjet nga tani, nga ku jemi ne. Tani llogarit 250.000 vjet edhe 500.000 vjet i thon afro 1 milion vjet më përpara shoh ka pasur alfabet, edhe fjala alfabet vjen nga alfa nga greqisht, ja, aritmetika, arithmo, numra, aritmetika është piku greqi. Demokraci do të thotë, nga greqisht e lashtë, demokraci, pushteti popullit. Këta flasin për patriotizëm, do të them unë një gjë lungo. Shqipoja me 2 kokë është shqipoj bizantine, simbolizon perandorinë e Romës. Po ti lungo, po lë flasën zemra, lë flasën jep mendimin tënd. Shqipoja me 2 kokë, pyet një historian që e di histori mirë. Është shqipoja e Bizantit. Bizanti ka qenë Turqinë e sotme. Dgjoj këtu. Perandoria e Romës ka nxjerr mbi 20 perandor me origjinë lire. Dgjoj tani një sekond tu. Unë e di historinë. Dhe shqipoja me 2 kokë e ka kisha ortodokse, e kanë malazez, e kanë serbët, e kanë rusët, simbolizon perandorinë e Romës të vendosur në 2 vende. Perandoria e Litvis. Këta e ka merr pension Greqit paguar. Po dgjoj këtu, nuk marr pension, po dgjoj këtu. Gjeçka Strioti e ka marrë shqipojnë e ka thënë vetë. Nga Bizanti për der perandoris bizantine. Bizantët kanë bërë luftë, luftë siluana kundra mongolëve dhe kundra turqëve. Vetë Gjeçka Strioti ka thënë. I pari që ka vënë shqipoj me 2 kokë. Në trojë shqiptare viva Albania dha. Ora shqipoj bizantine po them, ora shqipoj romake. O ti lungo, ja
politika